Vrasja në rrethana ende të paqarta të 34 vjeçarit Sokoli Sufaj ka shokuar jo vetëm familjarët, por edhe miqtë e komshinët të riut në qytetin e Fierit. Me kamerën tonë kemi shkuar pranë banesës së të riut për të mësuar diçka më tepër, por askush nuk pranon të prononcohet mbi këtë ngjarje të rëndë që goditi gjithë opinionin publik. 34 vjeçari Sufaj humbi jetën së bashku me 2 persona të tjerë, duke rënë në breshërinë e automatikut gjatë kohës që po pushonte buz detit Adriatik në qytetin e Vlorës. Vrasja u regjistrua mesditën e djeshme dhe ende nga forcat e policisë nuk është bërë mundur identifikimi i personit që shtiu drejt pushuesve, ku numri personave të cilët mund të kishin humbur jetën ndoshta mund të ishte edhe më i lartë, si shkak i mbipopullimit të plazhit. Policia e Vlorës tashmë është duke hetuar për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërkohë që në ambientet e komisariatit janë shoqëruar me qindra persona dhe ku dyshimet më të mëdha bien në 2 prej tyre. Lidhur mbi dhënien e informacioneve, policia ka vënë në dispozicion dhe një shpërblim me vlerë monetare, duke garantuar dhe anonimatin e personit.